hipertensioni quhet vrasësi i heshtur për shkak sepse është një sëmundje pa shenja. Dhe kjo sjell atë handikapin midis pacientëve të cilët kur ne ua konstatojmë ju duket pak e çuditshme nëse e kanë ose nuk e kanë. Dhe duke mos ndier shenja, ato nuk vinë në kohën e dur tek mjeku që ta vlerësojnë atë, ose duke mos ndier shenja, ato nuk realizojnë terapinë që është rekomanduar nga mjeku. Dhe si e tillë, edhe pse nuk ka shenja, nuk do të thotë që nuk na sjell dëmtime në organizmin ton. Gati 80% e sëmundjeve kardiovaskulare sigurisht që janë të heshtura. Sepse nëse i referohemi faktorëve të rrezikut, hipertensioni është një nga faktorët e rrezikut që shkakton sëmundje kardiovaskulare. Por edhe dislipidemia është vrasësi i heshtur, edhe obeziteti është vrasësi i heshtur, edhe diabeti është vrasësi i heshtur. Pra gjithë faktorët e rrezikut në shumicën e rasteve janë pa shenja dhe ne i rekomandojmë pacientëve tonë që të kërkojnë ndihmë pa shfaqur shenja. Nuk është e thënë që neve kur kemi dhimbje koke apo kur kemi marrje mendsh të kujtohemi që mund të kemi tension. Ka disa faktorë rreziku që individi mund të identifikojë shumë herët dhe përpasoj ai do të trajtohet herët dhe nuk do ketë ndërlikime në dekadat që vinë.